Portofoli i Ministres Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Eglantina Gjermeni, përfshin disa nga çështjet më të mprehta dhe më të vështira në Shqipëri sot. Zgjidhja atyre do t'i hapte rrugë zhvillimit të turizmit dhe shmangjes së pasigurive lidhur me mungesën e një strategjie të qartë për strehimin dhe rregullimin urban. Për trajtuar këto tema, kemi sot në lidhje të drejt për drejt me Skype nga Bostoni zonjën Gjermeni, e cila ndodhet në Shtetet e Bashkuara në kuadrin e një programi të përbashkët mes qeverisë shqiptare dhe Fakultetit për Studimet Qeveritare Kennedy në Universitetin e Harvardit. Përshëndetje zonja Gjermeni. Përshëndetje. Faleminderit për intervistën. Le të fillojmë me turizmin. Cilat janë planet afat mesme dhe afat gjata për këtë strategji të turizmit dhe konkretisht si mendoni t'i zbatoni ato? Si shtat ju, portofoli i Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit është goxha i gjerë, fillon nga kontrolli dhe zhvillimi i territorit, zhvillimi urban, politikat e strehimit, zhvillimi i turizmit dhe problemet që lidhen me mbetjet urbane në Shqipëri. Për sa i përket zhvillimit të turizmit, e kemi filluar punën duke rishikuar ligjin ekzistues të turizmit dhe paralelisht me të po punojmë për një strategji afatmesme për turizmin në Shqipëri 2014-2020. E gjithë puna synon ta kthejë Shqipërinë në një vend destinacioni turistik, duke shfrytzuar maksimalisht potencialet natyrore, bukuritë dhe peizazhit që Shqipëria ka, trashëgiminë kulturore dhe historike, mikpritjen, vlerat historike dhe kulturore që populli shqiptar bart me vete dhe duke respektuar zhvillimin e mjedisit, duke pasur një turizëm të qëndrueshëm në Shqipëri që të vërtet të përfaqësojë denjësisht çfarë përfaqëson Shqipëria. Dhe çfarë hapash përfshin konkretisht ky ligj, ky legjislacion? Konkretisht ligji i turizmit kërkon në fakt të vendosi standardet, klasifikimin edhe licencimin e operatorëve turistik e hotelerisë, duke dashur që konkurenca në këtë sektor, pra sektori privat, të zhvillohet në mënyrë konkurrente të ndershme dhe duke ofruar shteti, Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, politika që të ndihmojë sektorin privat në këtë fushë. Paralelisht me zhvillimin, me rishikimin e ligjit, edhe me përgatitjen e strategjisë, po punohet konkretisht për sezonin turistik veror të këtij viti, po punohet paralelisht dhe për një imazh të ri të Shqipërisë turistike, duke dashur që vërtet në botë të njihet Shqipëria, duke përmirësuar imazhin përmes një strategjie të qartë, pjesëmarrjes në panajire ndërkombëtare, përmes bërjes, si thua, aktiv në media ndërkombëtare, duke prezantuar Shqipërinë, duke dashur vërtet që vlerat dhe traditat tona dhe atë çfarë Shqipëria ka të veçantë në rajon apo në Europë, të jetë vërtet e veçantë apo identiteti shqiptar edhe për zhvillimin e turizmit, duke dashur realisht që turizmi të zhvillohet jo thjesht për të zhvilluar vetvete, por për të sjellë më shumë punësim, për të zhvilluar më shumë ekonominë shqiptare dhe për të sjellë më shumë mirëqenie për qytetarët shqiptarë. Po, një pjesë e kësaj strategjie, pra ju keni një plan për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe ato po vazhdojnë fakt në jug të vendit. Por ndërkohë, a ka një plan për zhvillimin turistik dhe sa e vështirëson, ju folët pak për planin, por sa e vështirëson ky problem realizimin e këtij planit, pra ndërtimet që janë bërë në mënyrë kaotike në Bregdet? Në fakt, puna ka filluar herët me disa vendime që ka marrë Këshilli Kombëtar i Territorit, qeveria shqiptare, edhe vetë Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit për të vendosur kontrollin mbi zhvillimin e territorit, për faktin se vërtet zhvillimi ishte kaotik, spontan dhe e konsideruam një emergjencë kombëtare. Prishjet e ndërtimeve pa leje kryesisht në jug të vendit kanë filluar edhe për hir të zhvillimit të turizmit në këtë vend, duke dashur që të rivendoset kontrolli mbi zhvillimin e territorit në Shqipëri, duke i dhënë frymarrje dhe zhvillimit të turizmit, duke krijuar në fakt një model tjetër të zhvillimit të qëndrueshëm, jo atë të pakontrolluar edhe spontan, por duke respektuar mjedisin edhe traditën e çdo pjese të vendit, dhe duke
rikthyer besimin e qytetarëve tek ligji, tek institucionet dhe të respektimin që duhet i bëjmë të gjithë legjislacionit në fuqi. Kuptohet që Po, vazhdoni. Kuptohet që zhvillimi urban dhe zhvillimi i turizmit janë shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe ne po mundohemi që përmes një përqasje të integruar të shikojmë të dyja fushat si shumë të ndërlidhura. Pa zhvillimin urban nuk mund të kemi një zhvillim të turizmit dhe zhvillimi i turizmit në vetvete ndikon pozitivisht në zhvillimin urban të Shqipërisë. Kalon një problem tjetër tek strehimi, që është po ashtu një nga problemet e mprejta në vend. Ka një kategori familjesh që kanë banuar në shtëpitë e ish-pronarëve dhe që janë të detyruar të i lirojnë. Por ka ndërkohë edhe shumë shtresa në nevojë. Si mendoni u ta zgjidhni këtë problem? Në fakt është shumë e drejtë ajo që thatë ju, përmes një akti normativ famkeq, qeveria më parshme ka nxjerrë nga shtëpia banorët apo qytetarët që banonin në shtëpitë e ish-pronarëve, pa ju ofruar atyre asnjë alternativë banese apo strehimi apo diçka tjetër, ndërkohë që janë rreth 4500 familje, ndërkohë që kishin një jetë që jetonin në ato banesa. Pra, u morën në konsiderat vetëm interesat e ish-pronarëve, pa u marrë në konsiderat edhe këta qytetarë. U munduam që me një udhëzim Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit të zbusim efektet e këtij akti normativ, duke dashur që të paktën qytetarët të mos nxirren me forcë nga banesat që jetojnë dhe patjetër që në momentin që nxirren nga banesat ketë patjetër një shoqërues nga enti kombëtar i banesave. Krahasimisht me këtë gjë e munduar që në një marrëveshje që kemi lidhur me shoqatën e ndërtuesve në Shqipëri dhe në politikën e re të strehimit që duam të bëjmë së bashku me entin kombëtar të banesave, të shikojmë mundësi konkrete alternative strehimi, si për këta qytetarë që kanë dalë nga banesat e ish-pronarëve, ashtu dhe për qytetarët në nevojë. Ndërkohë, po nxisim bashkitë dhe po bashkëpunojmë me to konkretisht për të shpërndarë banesat sociale ekzistuese që janë të ndërtuara, duke u dhënë kategorive më në nevojë, ndërkohë që po shikojmë dhe në treg mundësi banesash apo ndërtesash të reja që janë të pashitura, ndërtesa stoqe, për t'i blerë si end kombëtar banesash dhe për t'ia dhënë kategorive në nevojë. Në Shqipëri asnjëherë nuk ka pasur një politik apo plan veprimi konkret për strehimin, që është një çështje në rast të parë të drejtave të njerëzit, një çështje sociale, ekonomike, që lidhet me vazhdimsinë e jetës dhe që është një detyrim ligjor i shtetit apo i qeverisë për të pasur politika ndaj kategorive në nevojë. Mendojmë që për afatgjatë po kemi ngritur një grup pune për të ndërtuar apo hartuar një strategji edhe për strehimin në Shqipëri. Po, çfarë iniciativash po merren dhe vazhdojnë të merren për planifikimin e territorit? Planifikimi i territorit unë përmenda pak më sipër që është konsideruar si një çështje emergjente dhe do të përmendja këtu dy iniciativa të mëdha që i kemi marrë në Këshillin Kombëtar të Territorit. E para është hartimi i një plani të përgjithshëm kombëtar për territorin në Shqipëri, që është një nisëm kaq komplekse, unë do ta konsideroja dhe historike madje në Shqipëri. Nuk është ndërtuar apo hartuar më parë një plan kombëtar, i cili është në fakt përkthimi një strategjie të zhvillimit ekonomik dhe social në territor, do të garantoj zhvillimin ekonomik, social të Shqipërisë në bazë të një plani të strukturuar edhe të zhvilluar që më parë. Po, edhe një pyetje, më falni, dhe një pyetje e fundit se nuk dua ta lë jashtë nga që është e rëndësishme për shumë banorë në Shqipëri mendoj, si po ecën procesi i legalizimit dhe cilat janë hapat e mëtejshme, ju lutem shkurtimisht. Vetëm kësaj gjëje është e vështirë të përgjigjem shkurtimisht. Megjithatë, ajo që dua t'ju garantoj është që me rishikimin e ligjit ekzistues apo i legjislacionit ekzistues, ne kemi përgatitur një paketë ligjore që të garantojë në radhë të parë procesin falas të legalizimeve, atë që kemi premtuar në fushat dhe në programin tonë qeverisës. Kemi premtuar që brenda 4 viteve do të mbarojë pjesa më e madhe e legalizimeve. Kemi përfunduar pjesën e strukturimit të agjencisë së legalizimeve, duke i dhënë një përqasje të rësisht të re,
që punojësit e legalizimit të shkojnë të qytetarët, jo qytetarët të shkojnë tek kjo agjensi për të kërkuar ndihmë, duke dashur të vëmë apo të korrigjojmë gabimet e qeverive të mëparshme ndaj kësaj çështje dhe ndryshimet që do të paraqisim shumë shpejt në paketën ligjore për sa i përket procesit legalizimit, të paktën do të garantojnë një proces falas dhe do të garantojnë që qytetarët do të marrin legalizimin, do ta bëjnë procesin e legalizimit në një shtet të konsoliduar ku të minimizohet korrupsioni dhe ku atyre të respektohen të drejtat dhe nevojat që kanë. Zonja Gjermeni, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.